Siç është bërë traditë, tashmë Tirana ka festuar 14 marsin, ditën e verës. Qytetarët që në orët e para të mëngjesit kanë marrë pjesë në aktivitetet organizuara nga Bashkia e Tiranës. Lojra për fëmijë, koncerte, pistë, biçikletash dhe marshim me bluza të ngelbërta në mbrojtje të pemëve ishin disa nga aktivitetet e bashkisë. Festës nuk i munguan fëmijët, të rinjt, por edhe të moshuarit. Dita e verës është një ditë gëzimi për gjithë, kështu që gjithë ky popull që ka dalë, sidomos për fëmijët, për të rinjt, për të rejat. Edhe për ne moshën tonë s'është ka që dalim të shohim të rinjt të reja që i gëzojnë. Sot më pëlqen shumë kjo kënaqësi, mbledhje, bollokumat. Me kë ke ardhur? Me mamin edhe me shoqen time. Edhe kryebashkiaku Erion Dogiaj ka marrë pjesë në marshimin e fëmijëve për të dhënë mesazhin për mbrojtjen e pemëve. Më pas ai ka zgjedhur të zhvillojë një ndeshje basketbolli me të rinjt të Tiranës. Velia ju shpreh se 14 marsi i dedikohet fëmijëve, por theksoi se ky është një vit i rëndësishëm për Tiranën. Fokusi për Bashkinë e Tiranës edhe në këtë ditë vere, ashtu si në gjithë të vit kanë qenë fëmijët, ndaj shumica aktiviteteve ka pasur për qëllim argëtimin e fëmijëve. Ky do të jetë një vit fantastik për Tiranën, ne do të hapim disa kantiere pune në Tiranë, shumë shpejt do të fillojmë me sheshin Skënderbej, do të fillojmë fillimisht me 2 muaj konsultime publike për sheshin Skënderbej, pemë dhe bim nga gjithë Shqipëria për treguar përfaqësimin kombëtar dhe besoj që ky është vetëm një nga shumë projekte që Tirana do kthehet në kantier ndërtimi për këtë vit. Në lidhje me mungesën e kryeministrit Edi Rama, i cili kishte në plan të merrte pjesë në marshimin e fëmijëve, Velia i tha se ka ardhur vonë dje nga një udhim jashtë vendit, kështu që shpresoj që edhe kryeministri si njeri që është, edhe ai gjej 1 orë, 2 orë shplodhje në një Shqipëri që s'jep kur 1 minutë pushim. Kryebashkiaku tha gjithashtu se kishte zgjedhur të vesh bluzën e Supermenit për fëmijët. Festa në Tiranë vazhdon ende, ku janë ngritur tenda për produktet e fshatit dhe ushqimet tradicionale, por si gjithmonë e preferuar në 14 mars ishte ballokumja. Festa ka sjellë edhe shpërqendrimin e prindërve, ku 3 fëmijë kanë humbur. Ata janë marrë nga policia bashkiake dhe më pas, emrat e prindërve janë thirrur në mikrofon. Mami Adrina. Pjesë e festimeve në Tiranë është bashkuar edhe Vodafone Albania. Vodafone organizoi aktivitete të ndryshme në qytetin e Tiranës, si koncertin live i cili startoi në orën 10:30 deri në orën 13 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku performuan këngëtarë të mirënjohur si Sidrit Bejleri, Juliana Pasha, Kaos, Era Istrefi, Ledri Vula.